Mjafton një hurmë në ditë dhe thoni lam të mirë këtyre problemeve. Në aspektin shëndetësor dhe ushqyes, hurmat konsiderohen si frutat më të shëndetshme në planet. Ato janë të pasura me fibra natyrore të cilat janë parsorë në funksionimin e duhur të zorrëve. Sheqeri natyral që posedon hurma është alternativë e mirë kundër konsumit të sheqerit të zakonshëm. Ky frut është shumë efektiv në trajtimin e anemisë, hipertensionin, kolesterolin dhe sëmundje të tjera. Personat anemik duhet të hanë sa më shumë të jetë e mundur sepse janë një burim i shkëlqyer i hekurit. Rekomandohet gjatë pubertetit dhe tek gratë shtatzëna. Përveç kësaj, ky frut ndikon në uljen e kolesterolit dhe forcon në zemrën. Ato ndalojnë edhe diarren pasi që janë të pasura me kalium. Konsumi i rregullt i hurmave rregullon edhe funksionin e zorrëve.